Horoskopi ditor, 28 nëntor 2025, dashi, sot hëna të shtyn të mendosh më shumë për veten dhe botën tënde të brendshme. Mundohu të mos lodhesh me shqetësime që nuk të ndihmojnë. Hiqi fajet e panevojshme nga mendja që të shohësh më qartë. Gjatë ditës mund të bjerë pak besimi për diçka që po planifikoje, ndaj mos jep premtime të forta dhe mos merr vendime të mëdha tani. Ka mundësi të keqkuptimesh të vogla, mund të dyshosh tek një ide, një besim, apo tek një plan I rëndësishëm. Edhe mënyra si e shpreh veten mund të duket e pasigurt për një moment. Por kjo nuk është gjë e keqe, kjo ditë të ndihmon të kuptosh më mirë çfarë do vërtet, mbaje parasysh. Merkuri po del nga retrogradi, ndaj sot mund të duket pak kaos, por qartësia po vjen shumë shpejt. Demi, sot ke një dëshirë më të fortë për t'u lidhur me njerëzit përreth teje. Një bisedë e mirë, një shoqëri e re, apo një grup ku ndihesh je pranuar mund të sjellë energji pozitive, megjithatë, mund të ndjesh pak shqetësim emocional, sidomos kur bëhet fjalë për ndjenjat e thella, tërheqjet apo lidhjet që të prekin. Mos e lejo këtë të prish ditën. Shikoje si një shenjë që zemra jote ka nevojë për pak më shumë kohë për t'u ndjerë e sigurt. Më vonë gjatë ditës mund të ketë biseda të paqarta, keqkuptime apo informacion jo të saktë. Mos e merr çdo gjë si të vërtetë menjëherë. Merkuri po del nga retrogradi, ndaj qartësia dhe kthjellësia po afrohen. Binjakët, sot ke një shtytje të fortë për t'u përqendruar tek detyrat dhe përgjegjësitë e tua. Ndihet sikur dëshiron të jesh më I rregullt, më I qartë dhe më I përkushtuar në punë apo në imazhin tënd personal. Gjithsesi, dita mund të sjellë disa ndjesi të paqarta. Mund të mendosh se nuk po arrin një afat, ose të duket sikur ke tepër gjëra mbi supe. Këto mendime mund të shpërqendrojnë edhe në komunikim me të tjerët. Kjo ditë të fton të rishikosh planet e tua dhe t'i japësh vetes pak më shumë kohë. Mos e qorto veten nëse nuk I ke arritur të gjitha. Shiko ku mund të bësh disa ndryshime të vogla që të kthejnë ritmin. Energjia mund të jetë e shpërndar, por mos haro, Merkuri po del nga retrogradi dhe qartësia po afrohet. Gjërat do të bëhen më të thjeshta shumë shpejt. Gaforja, sot je I shtyrë të dalësh pak nga rutina dhe të bësh diçka që ushqen shpirtin tënd. Mund të jetë një ide e re, një hap I vogël jashtë zonës së rehatisë, apo thjesht një moment vetëm për veten. Gjithsesi, gjatë ditës mund të shfaqen pasiguri dhe mendime të paqarta që të prishin ritmin. Mund t'i japësh rëndësi më të madhe se ç'duhet dhe kjo të t'i ngrejë emocionet. Nëse e ndjen që njerëzit nuk po vlerësojnë sa duhet punën ose përpjekjet e tua, mund të zhgënjehesh dhe të mendosh ta ndalosh për një moment, por mos u fokusoni tek çfarë mendojnë të tjerët. Përqendrohu tek ajo që të bën të ndihesh mirë dhe që e bën zemrën tënde të qetë. Kjo ditë të ndihmon të kuptosh se ku je I brisht dhe si ta kthesh këtë në forcë. Jemi drejt fundit të retrogradit të Merkurit, ndaj qartësia po vjen. Sot është më mirë të mos nxitohesh dhe thjesht të vëzhgosh derisa të ndihesh më I vendosur. Luani, sot është mirë t'i kushtosh pak më shumë vëmendje nevojave të tua shpirtërore dhe emocionale, edhe kur je duke u marrë me gjërat praktike të ditës. Ke nevojë për përjetime më të thella, më kuptimplota, dhe kjo energji të shtyn drejt tyre. Megjithatë, mund të kesh momente hezitimi. Mund të mos ndihesh I lirë të shprehesh si zakonisht, ose mund të duket sikur njerëzit nuk po të presin me ngrohtësinë që pret. Kjo të bën të vësh në dyshim veten, mos u shqetëso shumë. Merkuri po del nga retrogradi, ndaj shumë paqartësi do të zgjidhen së shpejti. Sot dhe nesër thjesht ec me kujdes, mos e gjyko veten apo të tjerët shpejt. Qartësia po vjen dhe çdo gjë do marr formë më të qartë. Birgjëresha, edhe pse sot mund të kesh një rënje të vogël të vetbesimit, dita sjell shumë gjëra të mira për ty, sidomos tek interesat, projektet ose hobet e tua. Ka një energji që të fton të shohësh panoramën e gjerë dhe të kërkosh ekuilibër, qoftë duke bashkëpunuar me të tjerët, qoftë duke ndarë idetë apo punën tënde. Një kompromis I vogël sot mund të japë kënaqësi dhe qetësi, ndërsa dita avancon, është më mirë të mos shtysh përpara me vendime të mëdha.
Sot nuk është dita për të bërë lëvizje të forta apo për të kërkuar ndryshime të menjëhershme. Ose sepse vetë besimi luhatet, ose sepse nuk i ke të gjitha informacionet që të duhen. Mos haro, Merkuri po i afrohet momentit të kthimit në drejtim normal dhe nesër del plotësisht nga retrogradi. Ky ndryshim sjell pak paqartësi, hutim ose dyshime, por vetëm përkohësisht. Kur ritmi i jashtëm të duket i çrregullt, zakonisht është shenjë që brenda teje po bëhen rregullime të rëndësishme, pak durim. Pasi këto ndjesi të qetësohen, do e kesh shumë më të qartë rrugën përpara. Peshorja, sot je shumë i përqendruar tek rutina dhe detyrat e vogla të përditshme. Duket sikur çdo gjë praktike ecën më lehtë dhe ti e kupton vlerën e të qenit në kontroll të gjërave. Megjithatë, më vonë gjatë ditës është më mirë të bësh një hap pas dhe të mos i shtrydhësh problemet me zor. Një plan mund të hasë në pengesë ose mund të ketë një vonesë që nuk e prisje. Mund të ndihesh i ndarë mes dy dëshirave, ta mbash ditën të thjeshtë dhe të qetë, ose të kërkosh më shumë thellësi dhe kuptim në biseda apo marrëdhënie. Mos u shqetëso. Merkuri po del nga retrogradi shumë shpejt, ndaj bllokimet në informacion apo komunikim do të zhbllokohen. Sot thjesht kaloj ndryshimet me qetësi dhe mos e tepër me vendime të shpejta. Qartësia është pranë. Akrepi, sot mund të ndihesh i pasigurt për diçka që lidhet me burimet e tua, financat ose mënyrën si të tjerët e vlerësojnë kontributin tënd. Këto dyshime janë të përkohshme, por kur dalin në sipërfaqe, është më mirë të shmangësh veprimet e nxituara, hëna të shtyn t'i japësh rëndësi jetës personale. Mund të ndjesh dëshirën të lësh pak më janë detyrimet e jashtme dhe të fokusohemi tek lidhjet e zemrës, tek familja ose thjesht tek koha për veten. Kjo energji është perfekte për të gjetur zërin tënd krijues, për të shprehur talentet e tua ose për të rikthyer në diçka që të jep kënaqësi të brendshme. Ndërsa dita ecën, nuk është momenti ideal për të bërë plane të reja. Informacioni që ke tani nuk është i plotë dhe vendimet të shpejta mund të sjellin konfuzion. Mendimi pozitiv të ndihmon, por detajet sot mund të shpëtojnë. Merr ditën me qetësi dhe mos nxitoni. Gjërat do qartësohen shumë shpejt. Shigjetari, sot je më i lidhur me shtëpinë, qetësinë dhe nevojat e tua emocionale. Është moment i mirë për t'i dhënë vetes pak kohë pushimi, për të riparë brendësinë tënde dhe për të rikthyer balancën. Mund të kesh një moment të shkurtër ku ndihesh i pavlerësuar ose pa shumë motivim. Nga njëra anë, ke dëshirë për kreativitet dhe romancë, nga ana tjetër, po gjen kënaqësi edhe tek qetësia, vetmia apo një arratisje e shkurtër nga zhurma e ditës. Ndonjëherë, pak izolim është ilaçi që të jep qartësi. Kërko aktivitete që ushqejnë shpirtin, qoftë një meditim, një shëtitje, një ditë pa presion apo thjesht heshtje. Një rënje e vogël e vetbesimit sot mund të ndihmojë të shohësh ku ka mangësi në një plan apo ide. Merkuri po përgatitet të dalë nga retrogradi, ndaj shumë gjëra do qartësohen së shpejti. Por sot dhe nesër shmang vendimet përfundimtare. Jepi vetes kohë që mendja të stabilizohet. Britsjapi, sot është një ditë për të sfiduar veten, por me hapa të kujdesshëm. Mund të ndiheni të motivuar të mësoni gjëra të reja, të përmirësoni mënyrën si komunikoni me të tjerët, ose të kuptoni më mirë nevojat dhe mendimet e njerëzve rreth jush. Ndonjëherë mund të duket sikur të tjerët janë vetëm të fokusuar tek vetja, ose diçka nga e kaluara që nuk e keni mbyllur ende mund të ndikojë tek gjërat që po bëni sot. Mos u shqetësoni, kjo është normale. Është koha të përqendroheni te gjërat që mund t'i kontrolloni dhe të lini më janë situatat që nuk janë urgjente. Sot nuk është dita për të nisur projekte të reja apo për vendime të mëdha, sepse ende nuk keni gjithë informacionin që ju nevojitet. Merkur po përfundon retrogradimin, kështu që çdo gjë që është e paqartë do të bëhet më e qartë shumë shpejt. Ujori, sot mund të ndjeni se keni nevojë për pak qetësi dhe stabilitet i dashur ujor. Dëshira për të pasur një rutinë të qetë dhe të parashikueshme është e fortë. Por mos u shqetësoni nëse dalin pak insekuritete ose çështje të pasgjidhura nga e kaluara, kjo është normale dhe pjesë e jetës.
Përpiquni të shihni dallimet tek njerëzit si diçka interesante dhe jo si pengesë. Kjo do t'ju ndihmojë të relaksoheni dhe të shijoni ditën. Sot është momenti të jeni të sinqert me veten dhe të kuptoni çfarë mund t'ju pengojë të ndiheni vërtet të lumtur. Mbani mendin të zënë me aktivitete që ju bëjnë mirë dhe shmangni vendimet e rëndësishme, sepse Merkur po përfundon retrogradimin dhe shumë gjëra do të bëhen më të qarta së shpejti. Peshqit, sot hëna është në shenjën tuaj dhe ju ndihmon të ndiheni më të lirë dhe të pavarur të dashur peshq. Do të ndiheni më të shprehshëm dhe më të fortë kur mbështeteni tek vetja. Por kini kujdes nga veprimet impulsive, mos nxitoni gjëra pa menduar më parë. Sot mund të ndiheni të lodhur nga kërkesat e të tjerëve ose nga kritikat dhe kjo është normale. Kjo është një ditë për të ngadalësuar, për të marrë frymë dhe për të rikuperuar energjitë tuaja. Merrni pak kohë për të reflektuar dhe për të gjetur paqen brenda vetes. Merkur po përfundon retrogradimin, kështu që çdo pasiguri ose dyshim që keni pasur kohët e fundit, së shpejti do të largohet dhe gjërat do të bëhen më të qarta.